Mirë se edhe gjithë i herë. Sot është një ditë e shënuar për gjithë popullin shqiptar, vetëm ne, por ne rikujtojmë edhe duhet ta kujtojmë vazhdimisht ditëlindjen e Gjergj Kasiotit Skënderbeu. Si Gjergj Kasioti nuk ka lind, as ka për të lindur as besoj kot në Shqipëri as kudo. Për gjithë historinë e Kurbinit, sidomos në veçanti të Kurbinit, betejat e tij janë të jashtëzakonshme, janë shumë të mëdha. Janë beteja e Fushkuqës, beteja e Bulenës, Mark Skuraj, i cili bani 1700 burra që është mjerdit lejnë e Kurbin, me mbrojtëtorit shqiptare të Kurbinit. Pra, që do të thotë, është një vepër e lënë, e shkruar, e i përjetuar nga njerëzve, ka ndjek njerëz të mëdhej nga kjo histori për të punën dhe vlerën e tij. Çudia më e madhe që unë konstatoj nga historianët, Shqipëria nuk feston ditëlindjen e tij. A ka një rast më të madh nga këtë deputet, nga kjo qeveri, nga të 10 qeveri që ka kaluar deri sot, të mos vendin. Pra kjo është një gjë që na shqetëson maksimalisht. Unë me i vogël, ju gjithçka them hajt mblidhemi bashkë, themi 5 thafe për atë herë madh kombëtar që ka lind Shqipëria. Tash unë të flas për historinë e Gjergj Kasiotit, e kam pak të vështirë, se kam do mjeshta të mëdhej profesor Nikollën, e gjëndeshën e të tjerë që janë marrë të histori. Se vetëm Gjergj Kasioti nuk ka luftu vetë. Ai ka luftu me bashkëpunëtorët, me njerëzit më të afërt të tij. Betejë dihet e këto i thonë historianë dhe unë. Fjalën për Zotin Nikollë Ulleshën. Unë ju falenderoj gjithëvet që na dëgjoni. E dëgjesa shoqërore mendoj që është më e madhe se dëgjesa politike shtetërore. Po personalisht sot jam këtu vetëm për një arsye. Për një arsye për shkak sepse personalisht pjesa më e madhe e ju e ditë se unë kam komunë dispozicion jetën time vetëm për këtë vend këtu, për këtë heritoj histori. Por duke parë një gjest të shëmtuar politik e shtetëror që nuk respektohen figurat kombëtare të Kurbinit nga i cili fillon etnohistoria kombëtare, që askush nuk e thotë, çuditërisht nuk e thotë, sepse vetë shteti i Arbërit është krijuar këtu. Edhe Gjergj Kasioti nuk erdhi kot këtu, po erdhi për shkakun sepse kishte 82 vjet që funksiononte më parë shteti i Arbërit i krijuar nga Kurbina si protonjonimo. Mirë po, Gjergj Kasioti bëri epokë, se e shumë feshoj këtë lojë për këtë popull, e për këtë kom. E ne si kom këtu nuk festojmë ditëlindjen e Gjergj Kasioti. Politika, shteti nuk ndjehet për gjallë, nuk investon për këtë punë. Vërtet, përkujtohen ditët e vdekjes njerëzve të mëdhenj, por festohen ditëlindjet përgjithsisht. Kjo ka vetë një traditë shumë e ndyrë e skaluarës hidhur. Për shkak se ne tash na është bën vlerë që të mos mendojmë se kur kanë lind këta lloj njerëz, e ku kanë lind. Por dëgjova një ditë kur tha dikush në një midis ditorakësh që pas Herslim Gjergj Kasioti diku. Njëri thoshte në Dibër, tjetri thoshte në Borrell, po në Mat. Tjetri thoshte në Mat, po mirë more njerëz. Ju nuk thoni se kur ka ardhur Gjergj Kasioti këtu, e para punë. Se mos i ka ardhur Gjergj Kasioti këtu ka lind Gjergj Kasioti. Edhe Gjergj Kasioti ka qenë i fonit, nuk ka qenë i pari. Ne këtu kemi njerëz me kulturë që e din këtë punë. Unë personalisht nuk do të merrem me historinë e madhe që ka Gjergj Kasioti, sepse nuk jam në atë stad për ta interpretuar betejën e fushën e heroizmin e madh të Gjergj Kasioti, se ai
e ka të shkruar historinë e vetë me luftën e tyre, por kjo në fakt është një gjë e mirë që mbase dikush nga shtetarët, nga politikanët, nga njerëzit që kanë pushtet në dorë, do të ndikojnë që ideja e festimit, e përkujtimit, e përjetësimit të njerëzve të mëdhej të lindjes së tyre duhet bëhet moto, e jo dita vdekjes, por dita e lindjes. Se nëse ai nuk ka ditë, nuk ka se si të ketë kontribut. Edhe në këtë pikpamje, unë ju falenderoj shumë personalisht që më dëgjoni dhe uroj që vitet tjera të kemi veprimtari më të mëdha, Më të zgjeruara. Sporja përshëndetje të gjithëve. Është një gjë mirë që ne sot grumbullohemi këtu për ta përkujtuar për vjetorin e lindjes, por është fatkeqësi se do të shikojmë që njerëzit brezi që po vjen, brezi që po rritet, nuk ka koncepte bazë të dëshmorëve, të herojve, të njerëzit që kanë kontribuar për këtë vend. Është e dhimbshme në kuptimin e fjalës, po është mbrana tek media, intervistë që bënte një gazetar, nuk dite se ç'është 5 maj. Imagjinoje se çfarë shkolle, çfarë njerëzish po përgatiten në shkollat tona sot. Pastaj klasa politike e tillë do të jetë. Klasë politike që për mua nuk e meriton ato karrike që janë atje për drejtuar këtë vend. Sepse kur nuk din se nga vjen, nuk din se ku shkon. Pikërisht. Pra historia duhet mbetet histori dhe duhet përkujtohet. Nëse do të flasim për figurën e shquar, ai është një figurë poliedrike, jo vetëm një luftetar i paepur, por një strateg, një diplomat, një me ide ndërtimin dhe funksionimin e një shteti. I vetmi që vitet 1400 arriti të bashkojë të gjithë princat shqiptar në një ide të vetme për të ndërtuar një shtet, për t'i dalë zot të vendi dhe për ta mbrojtur nga ushtria osmane. Këtu, ai përveç atë dashurisë për mbrojtjen e vendit vet, ai u bë një barierë mbrojtëse për krishterimin edhe për sa i përket perëndimit. Nëse do të nismi historisë, Janosh Hunjadi ishte në Europën qendrore, një barrikadë, ndërsa Gjergj Kastrioti ishte në Ballkanin perëndimor, ku bë barrikadë për të mbrojtur krishterimin. Dhe jo kot, thot një nga punojësit e Vatikanit, nëse do bjerë Shqipëria, do bjerë dhe Italia, do bjerë dhe krishterimi. Ai kudo që ka shku ka lënë gjurmët e tij. Veçanërisht kur bini, ka histori të lavdishme për sa i përket gjithë luftave, të gjithë historisë, të gjithë jetës të tij. Edhe zona e Gallatës, që është një zonë e shputur, izoluar, ka një histori të veçantë, veçanërisht në epicentër Gallatën, pra gjithë malësia kur binit, por në epicentër Gallata. Pse? Janë shumë toponime që mbajnë emrin e këtij. Mali Skënderbeut, Krye Skënderbeut, Mullini Fall ku ka mbytur për ushtrinë, pra që do të thotë që ka gjetë një vend strehimi, cilat kanë qenë arsyet. Arsyet kanë qenë sepse vetë pozicioni i terrenit gjeografik i këtij terreni, një, së dyti lidhja me Krujin, se kur bini e ndalni kufijin në mes të Garnacit dhe Shkretës që është Kruja, pra kishte gjithçka aktivitetin e tij. Po kështu dhe vendet historike që është Kalaja e Davës, Kalaja e Shkopetit, Timtek tjetra, Kalaja e Sebastjes. Gjitha këto kryqëzohen nga Gallat për shumë për ushtrinë osmane, që kishte 2 kalime të saj, nga jugu në veri, që kalonte nga Kruja, Vinjall, Gallat, Skurej, po kështu ishte edhe kalimi tjetër nga perëndimi që viten në Selir, Gallat dhe kalonte për Borrel. Biles është një vend tipik i quajtur Kulla e Klubëve, që do të thotë në shqip e përkthyer post policie sot. Pra vendi ku ishte ajo posta ushtarake asaj kohe që kontrollonte lëvizjen ku të 2 kajet e tjera. Jo më kot Gjën Kolesi, kryepeshti i kishës Shënëpremtës, por njëkohësisht mësuesi i parë i shkollës shqipe të vitit 1632, unë thot jetoj në vendi ku ka jetuar për shumë kohë, thot
Gjergj Kastrioti. Pra, ishte një shtëpi e dytë, pas asaj të Krujës, nëse ta klasifikojmë nga metafora, për sa i përket qëndrimit të tij, aktivitetit dhe strehimit për të sulmuar dhe për goditur ushtritë e huaja. Kjo është fatkeqësi që sot Brezi i Ri duhet ishte një aktivitet shumë i gjerë me punonjës tamam që t'i përgasi për të gjitha nivelet, sepse nuk është problemi që ta kujtojmë vetëm ne, Brezi i Ri, por problemi është që ta transmetojmë tek brezat pasardhës, që historia të kujtohet, njerëzit që punojnë dhe kontribuojnë dhe japin jetën për këtë vend të vlerësohen, se nuk mund të parazohen njëri që siç janë dëshmorë që ishte dita e djeshme. Pra, ne na mbetet që vetëm nëpërmjet fjalës të transmetojmë tek brezat pasardhës, por njëkohësisht të bëna interkurritor, si thoni llafi, me institucionet që merren, sepse bashkia duhet të ketë grupe posaçme që merren me historinë, me traditën, me kulturën, me zakonet e një vendi. Sepse çdo vend ka historinë e tij, çdo vend ka kulturën e tij, çdo vend ka njerëzit e tij. Biles, nëse do të theksoj, e kam ngritur një herë dikun, është jo e mirë për flas me terma zbutse që rreth i kurbinit nuk ka barreza të dëshmorëve. Pra është nuk ka një muze në të cilën pasqyrohet historia e tij, që nga shteti i Arbrit dhe vin deri në ditët e sotme. Të e problemi që duhet të t'i marrë dikush përsipër, po duhet t'i qenë përpara. Kjo bëhet me njerëz të ditur. Ju faleminderit për vëmendjen. Unë në mundësitë e mia do kontribuoj në fushën e fjalës së tij. Të lumë gjojë dhe lumë se ke për... Lidhe me këtë figurë të madhe, të kombit tonë, ajo është përjetësuar edhe në veprat e artit. Dhe janë skulptorë të mëdhej me Jana Shpaqon të tjerë, të cilët e kanë pintarinë e tyre, frymëzimin e tyre, e kanë derur në bronz. Pra kemi në Krujë Mohamed Çikleveut është nga më të rrjedhës. Për vetë pozicionin, atë e kanë ndihmuar edhe pamja e qytetit, e Krujës, terreni, e kanë ndihmuar dhe është një nga veprat që është ushquar dhe është plotësuar në shkallë botërore. Po kështu, janë veprat në artët figurative. Në Muzeun e Krujës është një tablo shumë e madhe, me mbi 200 sa figura e Sali Shiaku, që tregon për betejën, pra ai nuk e ka bërë, është ajo që thamë, nuk e ka bërë vetëm, e ka bërë me ushtar, me të tjerë bashkëpunëtor. Edhe në rrethin tonë, në shohim Imamuras kemi një bust, po kjo nuk të thotë që mundet mos kishte edhe lasht. Nuk më vjen mirë për atë një memorial që është për betejën e Arbulenës në kufinin Gjon Zhe. Si a fut në këtë Ajo është nuk i lamë një sot vend për të shku njerëzit për ta përkujtuar, për të shku një buqet me lule. Pra, këto janë gjana që neve si kurbin nuk na nderoj. Në ndjetërsim për fëmijët është shumë e përhapur, por është ajo që ka Nikola, mësues sot lënë shumë mangësi, jashtëzakonisht. Ne poemat, vjershat për Skënderbeu, ne i kemi mësuar dhe i dishim domosdo, Krujë qytetit e huaj, dishim barë. Është absolutisht që di ku bim. Po kjo është fatkeqësi për neve. Pra këta mësues mbajnë përgjegjësi përpara kombit. Edukojnë brezat të cilët nuk njohin, nuk di ç'është 5 maj. Nuk di ç'është shumë drejt, e trajtoi Nikola, që do të fillojë me lindjen e personalitetit. Ajo jeta fillon me lindjen. Ku ka lindur? Akoma diskuton, jo po ka këtu, jo po atje, dihet, ka lindur në Dibrë të madhe, në Dibrë to, pra në Kastill, edhe janë
neve hala pra mësues të historisë e kanë thjeshtëzuar jashtëzakonisht, siç kanë thjeshtuar gjuhën shqipe. Fëmijët nuk dinë të shkruajnë shqipe. Nuk dinë të shkruajnë Është englisht. përgjithësi e klasës politike. Shumë. Ju falenderoj. Desha të them edhe unë s'pari herë falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Është një ditë e madhe, një ngjarje e madhe, që tha profesor Nikolla, lindja e njeriu më të madh me të cilin identifikohen shqiptarët pas shtetit të parë të Arbërit. Historia e atij i ka përcen kufit, jo vetëm Kurbinit, por edhe Shqipërisë. Ai është një figurë e nderuar në të gjitha qytetet e Evropës, njërë edhe në botë, një ndër strategët më të mëdhenj që ka nxjerrë Evropa, fitues 24 betejave nga 25, dhe ajo e humbja e Beratit nuk ishte për fajt e Gjergj Kastriotit. Ne si treve Kurbinit do të jemi krenar vërtetisht sepse kemi qenë streha më e sigurt edhe e familjes Gjergj Kastriotit. Kemi qenë pjesë me kontribute, me luftetar, me komandant të gardës Gjergj Kastriotit, siç thot edhe autori Schmidt. Ata që nuk e praktikojnë kur Gjergj Kastriotin ishën malësia e Kurbinit. Dhe në periudhën e fundit të jetës vetë të kontributit vetë, tu gjen figura të stërhuara edhe fisnik të treve të tjerë, ndërta dhe gjithë Muzaka, na deri stërhuar në periudhën e Gjergj Kastriotit, në periudhën e fundit na deri stërhuar në Kurbin. Në atë kohë kur edhe ushtria e Gjergj Kastriotit ishte zvogëluar në minimum. Ne kemi drejt ta kujtojmë edhe për arsye sepse në Kurbin është zhvilluar edhe betejë më e madhe e Gjergj Kastriotit, betejë e Arbulenës. Ajo vinte pas humbjes Beratit dhe kontributi i kurbinasve nuk ka dalë, për mendimin tim nuk ka dalë akoma, sepse këtu në gjithmonë ushtria ishte e gjithë Arbërisë, por kontributi i kurbinasve, të cilët kishin braktisur trojta e veta për 2 muaj me radhë, strehuar në Daul edhe në marsinë e Mirditës dhe të Matit, Kurbinit, nuk është vlerësuar akoma. Ashtu siç nuk është vlerësuar edhe figura edhe komandante e treves Kurbinit, është për të habitur sepse institucionet në Bashkinë Kurbin dhe me demokracinë, sistemin demokratik, kanë ardhur duke dobësuar, jo duke forcuar. Pavarësisht politizimit që kishte sistemi monist, anën historike, vlerat kombëtare i kanë identifikuar dhe i kanë përjetësuar në mënyrë të përkryer. Kjo vlen edhe për treven tonë. Treva jonë ka një përfaqësues, një ndër princat e Kurbinit, edhe që është i rreshtuar edhe në Muzeun Gjergj Kastriotin Kruj, për cilin fatkeqësisht edhe kurbinasit, studiusit kurbinasit kanë folë pak, ndërta ka dhe komandantë tjerë, edhe familje të tjera janë edukuar. Profesor Nikolla ka botuar shumë në një libër të vetin edhe për emrat e familjarëve, kryefamiljarëve që kanë shërbyer, kanë jetuar në atë në trevën e Kurbinit. Të një kohë të fundit kanë dalë edhe studime që kanë bënë me arbrit edhe kurbinasit që emigruan pas vdekjes së Gjergj Kastriotit në Italinë e Jugut. Ne kemi është një libër i studiusit Kolkansi shumë i mirë, ku identifikon me fshatra, me familje, me gjithë ata që kanë emigruar prej këtej. I bjem plotësisht dakord edhe me vërejtet që bëjnë parafolësit, sepse ne kemi të përjetësuar në bust dhe në memorial figurën e Gjergj Kastriotit, fatkeqësisht institucione që duhet i paraprinë. Edhe në ditë shënore historisë së Gjergj Kastriotit nuk marrin mundime që bëjnë vend një kuror me lule, ose një puqet me lule, ose bëjnë një takim veçantë. Qoftë në Mamurës, ke memoriali, ke busti i Gjergj Kastriotit, ose ke memoriali i Arbulenës në Zgjormë, ku është izoluar dhe nuk merret askush me ta. Gjithsesi, kësaj ishte edhe mungesa një muzeu që ne e kemi shprehur disa herë, dhe është domosdoshmëri ketë një muze Kurbini ku këta materiale historike të përjetësojnë. Edhe i shërbejnë brezave që fatkeqësisht gjithnjë e më tepër po i largohen librit, po i largohen leximit, po i largohen studimit dhe
Këto pasojë ne do t'i vojmë brez mas brezi. Urojmë një herë që të gjithë ne mos ta lejmë as dorë këtë punë që kemi nisë. Intelektualet e vërtet në ditë vështira tregojnë vetë se kush janë. Dhe edhe një herë ju falenderoj edhe në takime tjera di fjalë Po tjetër. të lidhemi sa më shpesh. Falenderoj Nikolën që e merr këtë iniciativë në rrethin tonë që na fort mirë e dim historinë e Skënderbeut. Këmë thonë dhe herë tjera dhe pra aktivitetet që ka bon Nikola jashtë pa institucionet të bashkisë, është shumë i falenderuar, por në vend që sot ky takim të botën në institucionet Pallat Kulturës me tri që jo harrojnë historinë e Skënderbeut, po janë të harruar në historinë e familjes vet. Jo vetëm Skënderbeut, që nuk dinë se nga është Skënderbeu, duhen me di. Po kjo vjen për mu, si mas asaj idees time, kjo vjen sepse jemi në institucionet, nga titullarët e institucionet bashkisë. Pse vjen kjo? Kjo vjen sepse në bashkinë Kurbin, ndoshta nuk di sa jeni të informu, po them që 30% e punësit bashkisë, nuk flas për i vend punët thjesht, do titullar që mund t'jenë me 4 klasë shkollë, analfabet. Të tillë kuadra e drejtojnë këtë vend që harrum historinë e jetës tonë, e të parëve tonë, edhe të atyne që vinë. Ju falenderoj gjithëve. E dy fjallë desha të thëmë në dhine me këta se këpër, ka për shumë dogu të i Andrejë, është që di e madhe, a mos është vërtet një nëndesim? Jo, është me qëllim. Në qëllim. Ke 4 kaljarë Kurbin, si ka si në Shqipëri, nuk ke një rrugë shtetëdhije për të vajtë atje. Jo, sot jemi mbledh për datëlinjen 620 vjetorin e lindjes Marit Skënderbe, që nuk ka për të le kush ma si figura e tij. Që bani atë beslidhin lejë që i mledhi krejt ato krejnë dhe shqiptarve, që s'ditën mu marrë vesh, dërëm në atë periudhë, u morën vesh në lidhin e lejës. Dhe mos t'ke në rrethin e Kurbinit, pak të mi vu një fotografi, sigur e ke vu, të aty, kjo është munges e shqevritarve të rrethin tonë, jetë qartë, se lejësha jati i bon, ne, pakten, jo me kajë, por një pusë, si e kina fut në Lulishtet, e ka fut pamarësisht se shumë jo nështë, por para Pallatit Kulturës, pamarësisht se është Gjin Pjetri, që s'duhet mja mohuat, Skënderbeu ambit qetë. As ka Gjin Pjetër, as Enver Hoxha, as një. Ashtë vetëm Skënderbeu. Që na ka njoftë, që i bani 3 vartarë. Dhe për këte jemi mbledhur sot në 620 vjetori dhe është një për vjetor sa 620. Ne do t'jena shumë të përkushtuar që fjallën tonë t'a japim dhe t'a thomi aty ku është për thënë. A, nuk kina ku me thënë, është problem tjetër. Ja, qeveria nuk mund të shahat. Para si problem. Ne, jina të thënë për këtu, sot, edhe bashkia, se për që danës zjedhim, zotën e shpesna me bëmorët e darse me përvjetore e Nuk spëllos e aporë ka pagu. Në zotën e shpesë jena me ditat që njën të kalamojme dhe të gjithë për që danës. Ja, që merë këtë punë. Njën të rritë për thasë. Është i Margol, unë shpreh kënaqësi të bashku se ki vend mirë e ta paraforqë që duhet t'jenë pak 100 vetë, po fatkesisht jena shumë pak, po fatmirësisht jena dhe njerëz që janë historian, janë në rrugë profesorë, që i thonë edhe na duhet t'i ngjenë, nuk duhet t'i na mbesej. Por kjo rrjedh nuk e ka burimin këtu, është diku, se kur është bajnë në burimi i 2 tollave që ka vu, me interes ekonomike,
i quhet për herën e fundit, nuk e di ma të e punën, dhe kur kanë shku për Tiranë, janë në Rinas, delegacioni. E thamë nga një mikë një. Dhe kanë thonë, pse u nalë, të vejet Mushamani Skënderbeut, sepse atë tradhtari kombiktor. Dhe e kanë lanë 28 orë me Mushamani. Edhe ka hikër dëgoni me 24 orë mrapa. Edhe për Ismail Qimoni për një të rështëthonë. Na, si kom, të humim atë vlerë për dy tulla, e vëtën, është e jashtëzakonshme. Unë kam ngritur një problem Nikola Adeli. Më shumë që ka dhënë për muzeun, edhe për histori, me thënë drejtën e falenderoj Nikola Leshin se është një njeri për vetë time, e falenderoj me gjithë një iniciativë jashtëzakonshme, një kamgullës. Ndoshta kush se ngjon se është ignorant nga ana dijes, po dija në fundit e këtij nuk ka për të humbë atë ignorantit për momentin, ndoshta edhe influencon. Edhe i kam thënë, a duhet të ketë rrethi i Kurbinit, hadër se pa e morën tokën me sllavatore që një vend për dëshmorë, a duhet të ketë, por në kryu të akord jem se kuja jona, po si mës mi prënë këtu, mës me bu edhe ke si sta Marko për Skënderbeu një figuar jashtëzakonshme. Se shkojmë shifet ka Bulena atje, ke i klub që ka intereset e veta, e shpicëm për biznes, përse? Të gjitha këto kemi unë mi vundë. A kena qenë në diskutar, Niko, kam qenë unë e Gjoni, edhe ju, në lejë, për preditorin e Skënderbeut, dhe ka vetëm kryetari i bashkisë, se nuk ishte ka me shku, se ishte kryetar bashkisë nesh, dhe ka këtë diaspora, edhe Romun ishin aty, dhe asnjë ministër nuk ndërrej Skënderbeun atë ditë. Asnjë ministër. Se duhet të jetë patjetër presidenti o kryeministri. Se nuk barazohet Skënderbeu as me kryeministra as me atë që historika pasaj. I kena pasur. Po unë ju bekoj, ju falenderoj shumë, i shumë nuk do të thuhet kjo ti pishtari vogël që është sot, edhe me thonë drejtë me keqarët të jashtëzakonshme. Një që harravorët dhe historinë, ai pretendon për të shu si kom. Po nuk të shu, se do ketë njërës të zhjumë të shu. Ju falenderoj, jam në kënaqur me të parë që edhe kena nevojë. Sot jam këtu në mes krenëve të Kurbinit dhe jam mjaft i gëzuar dhe i lumtur që kemi ardhur për një gjë shumë të madhe për ditëlindjen e heroit tonë kombëtar Gjergj Kastriotin. Tu në krahun tim kam pasardhësi ish generalit të Gjergj Kastriotit, Gjergj Leshit. Dhe ajo që ne na bashkon sot është një gjë më e jashtëzakonshme për kombën shqiptar, dhe duke falendëruar gjithë treve në Kurbinin, të cilëve ka qenë mbrojtje për gjithë luftëtarët e Gjergj Kastriotit, unë do të kujtoj disa gjëra të bukura për Gjergj Kastriotin që populli ja ka kushtuar tij. Sa po të dalë në dritare, shoh malin e Shën Gjergjit. Mali i Shën Gjergjit është kufi me vinjallën, edhe me krujin, unë i kam shëtit kam për kam. Sa po të dalë nga shtëpia ime, unë takoj kishin e Shën Gjergjit, ku kemi gjithë varrezat e tona në Kryezez, e cila ka pas emër tjetër, ka pas San Salvadoris, Shërbumin, dhe kisha vjetër e ka marrë emrin e Shën Gjergjit, pra komi shqiptar, Gjergj Kastriotin e ka qujtë shenjë. Por Gjergj Kastrioti vetë e ka bashkuar gjithë princat arbaror, të cilët janë 12, pa dallime feje dhe pa dallime kombëtare. Dhe tjetë sot këtë ditë e përkujtimit të ditëlindjes Gjergj Kastriotit, një falënderim i veçantë për qeverinë Kosovës, i cili ka bërë gjë më të madhe sot. Unë kam qenë i ftuar atje, nuk pata mundësi të shkoj, që po përkujtojnë ditëlindjen e Gjergj Kastriotit me një bujë shumë të madhe dhe i falenderoj shumë gjithë studiusit bashkëshqiptar. Faleminderit këtu nga Kurbini në ditën e lindjes heroit kombëtar Gjergj Kastriotit.
Se një gjallo, o nuk do të shpëtoje, fushën gjaku, o do të mbulloje. Bar ushtrino, o që morika, e vrenosin, o morë që zufrika, merë vrapasho, o se të zureziku, mjerë kush me ti, o me lume kush iku, salë bulena, o morë gropa, gropa, me për vend tono, o morë për lirie, alë buleno, o ve bënë arbënie. Për vend tono, o morë për lirie, alë buleno, o ve bënë arbënie.